Ora 6 e mbrëmjes, pensionistët kanë gjithë ditën që presin për të marrë abonen e famshme të pensionistit. Askush nuk e di sepse qeveria i poshtron pensionistët në këtë mënyrë, sepse ata nuk mund të udhtojnë dot falas thjesht duke treguar librezën e pensionit. Dje, Këshilli i Ministrave vendosi për turbin e vet edhe diçka tjetër, vendosi të indeksoj pensionet me vetëm 2.5%, duke marrë si standard inflacionin e përgjithshëm dhe jo inflacionin e shportës, të cilat janë artikujt që përdoren kryesisht nga pensionistët. Edi Rama ka premtuar një pension mesatar në krye të 4 viteve që do të shkojë nga 180 euro që është sot 400 euro, çka nënkupton që çdo vit, edhe këtë vit, pensionet do duhet rriteshin mbi 50 euro. Po ai kujton se pensionistët do t'i ketë gjithmonë në xhep, prandaj i gënjen, i tall, i poshtron, i lë edhe në orët e mbrëmjes të presin radhë. Pensionistët kanë punuar, kanë sakrifikuar, janë munduar shumë për vendin tonë, meritojnë mbështetje nga shteti, po mbi gjitha meritojnë respekt.